Moje Evropë, moje kurvë e vjetër, sa sheku I peng do në mbash? Europa, ajo zonjë e stërvjetëruar, e veshur me petkat e vlerave, demokracisë dhe barazisë, por që në çdo kthes historike, kur duhej të ishte nën, u soll si njerë. Për Shqipërinë ajo nuk që kur as mike, as motër. U tregua gjithmonë hipokrite, përballëse, përçmuese dhe, në raste të caktuara, bashkëpunëtore në shkatërimin e këtij vendi. 1913, Europa që coptoi Shqipërinë. 1913, kur Europa coptoi Shqipërinë dhe na la të shpërndar si fis I mallkuar. Në 1912, shqiptarët shpallën pavarësinë në Vlorë, në kulmin e rrëzimit të perandorisë osmane dhe lindjes së shteteve të reja në Ballkan. Por sapo lindi shpresa, Europa I vuri thikën në shpinë. Në konferencën e ambasadorëve në Londër, më 1913, fuqitë e mëdha evropiane vendosën që Shqipëria nuk duhej të përfshinte të gjitha trojet shqiptare. Jo për arsye historike, kulturore apo gjeografike, por për ekuilibra gjeopolitik. Ishte një vendim cinik, I ftohtë dhe I ndërgjegjshëm. Kështu, shqiptarët mbetën të ndarë. Kosova me të gjitha qytetet e saj historike, Prishtina, Prizreni, Peja, Gjakova, Mitrovica, ju dha Serbisë, edhe pse shumica absolute e popullsisë ishin shqiptarë. Lugina e Preshevës, me Preshevën, Bujanocin dhe Medvegjen, gjithashtu mbeti në Serbi. Ilirida ose pjesa shqiptare e Maqedonisë së sotme, Tetova, Gostivari, Kërçova, Struga, Dibra, Shkupi, u aneksua nga mbretëria serbo-kroato-slovene, më vonë Jugoslavia. Tivari, Ulqini, Plava dhe Gucia me shumicë shqiptare ju dhan malit të zi për t'i kompensuar për humbjet territoriale ndaj Serbisë. Çamëria me qytetet Filat, Paramithi, Margëlliç, Parga, Prevez, troje shqiptare të Epirit ju dhan Greqisë duke I dhuruar Athinës një tokë që kur nuk ka qenë helene. Janina, kryeqyteti historik I pashallëkut të Ali Pash Tepelenës, ju dorëzua Greqisë pa ju dridhur dora diplomatëve europian. Krajet e Sanxhakut të Nishit, ku mijëra shqiptarë u masakruan apo u dëbuan me dhunë në vitet 1878, 1912, nuk u përmendën kur si plag që meritonte drejtësi. Kështu, më shumë se gjysma e kombit shqiptar mbeti jashtë shtetit am. Europa nuk ndërtoi një shtet për shqiptarët, por një kufon të gjallë, të mbikëqyrur nga një princ gjerman dhe me kufi që të mos shqetësonin fqinjet grabitqar. 1939, Europa që heshti kur Shqipëria u pushtua nga Italia fashiste. Kur Italia e Mussolinit pushtoi Shqipërinë më 7 prill 1939, Europa sërish heshti. E gjithë ajo strukturë diplomatike që trumbetonte paqe dhe rend ndërkombëtar nuk bëri asgjë. Shqiptarët të vetmuar pan edhe një herë se Evropa për ne është fjalë e bukur në gojën e të tjerëve, por kur mburoi në kohë rreziku. Lufta e ftohtë, kufiri I hekur që na ndau nga Europa. Për gjysmë shekulli, Shqipëria u kthye në një bunker I izoluar në pjesën më të errët të kontinentit. Por a bëri Europa ndonjë përpjekje për të na sjellë në gjirin e saj? Jo. Na quajti kthina e errët e Ballkanit, kurbani I komunizmit, por kur nuk shtriu dorën për të na shpëtuar. Na harroi. Na përçmoi. Dhe sot na e përmend këtë histori sikur ta kishim zgjedhur vetë. 1990, Shqipëria që I lutej Europës, Europa që I mbyllte portat. Kur regjimi ra dhe shqiptarët dolën më në fund në dritë, u drejtuan si fëmijë të braktisur drejt nënës së imagjinuar, Europës. Por çfarë gjetëm? Porta të mbyllura, racizëm në kufi, përdonim moral në ambasada, trajtim si sklever në rrugët e Greqisë, Italisë dhe më gjerë. Emri shqiptar u bë sinonim I kriminalit në shtypin evropian, një stigmë që u ushqye nga elita politike dhe kisha e vjetër europiane. Vitet 2000, premtime për integrim që janë kthyer në komedi tragjike. Sa herë kemi dëgjuar, jeni në rrugë të mirë, duhet më shumë reform, luftoni korrupsionin? Europa është kthyer në një burokraci që e përdor premtimin e integrimit si karem për të mbajtur Shqipërinë në pritje të përjetshme. E ndërkohë, I njëjti BE që kërkon drejtësi në Tiranë, mbyll syt para kleptokratëve dhe trafikantëve të lidhur me interesa perëndimore. Kosova, fëmia që Europa nuk do ta njohë dot kur si të barabartë. Kosova është plag e hapur për çdo shqiptar. Dhe Europa, në vend që të ishte aleate e drejtësisë historike, luan si notar me Serbisë dhe Kosovës duke relativizuar viktimën dhe agresorin. Hipokrizia europiane sot, vendi I mafjeve të pastra, jo I shqiptarëve të ndershëm.
Italia me mafjen e saj, Franca me banlieuet e rënuara, Greqia me krimin e organizuar dhe korrupsionin sistematik, janë pjesë e BE-s. Shqipëria, një vend që ka bërë reforma të dhimbshme nën presionin evropian, mbetet jashtë. Pse? Sepse nuk është problemi korrupsioni. Është emri Shqipëri që nuk i pëlqen Europës. Evropa që e do Shqipërinë vetëm për tokën dhe krahun e lirë të punës. Sot, Evropa nuk e sheh Shqipërinë si partner, por si treg, për tokat që blihen për resorte, për burime natyrore që shiten për qindarka, për të rinj që emigrojnë dhe punojnë pa zë, për trurin që ikën dhe nuk kthehet. Një Shqipëri e dobët i shërben më shumë Europës sesa një Shqipëri e fortë. Prandaj nuk na do brenda. Prandaj nuk na integron. Prandaj na quan problem. Moj Evropë, moj kurv e vjetër, sa shekuj do na mbash peng? Sa herë do na përqafosh vetëm për të na përdorur? Shqipëria nuk është servile. Shqipëria nuk është skllave. Jemi komb i vjetër me gjak të derdhur për lirin ton, dhe ti s'na je borxhli vetëm për historinë, por për çdo plag që na ke hapur. Koha është që ta themi troç, Evropa ka dështuar me Shqipërinë. Dhe nëse nuk do të na doj si të barabartë, atëherë le të mos i lutemi më si të poshtër. Ka ardhur koha që t'i kthehemi vetes, tokës, gjuhës, kulturës dhe forcës tonë. Sepse një ditë, ajo që sot na përbuz do të kërkojë ndihmën tonë. Dhe ne do t'i kujtojmë, kujdes kur përçmon shqiptarët, se ata kur nuk harrojnë.